Si mjet Vllaznia me të vërtet ka pasi skuadër që të binte që kjo skuadër është për titull. Edhe duke pa edhe kundërshtarët e tjerë në ndeshje direkte, sigurisht që Vllaznia ka kenë gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka kenë kryesuese me plot merit, me psu 5 në humje 6 ndeshjet e fundit, është disi e çuditshme dhe e pa shpjegueshme sepse me këtë mënyrë logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Dhe sigurisht që ka kanë një munë i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme, në Final Four, Vllaznia merr 2 goditje njëra pas njëshme, edhe kjo e ka të rëndit ambientin sportiv, ka të rëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imagjinu se mund të shkënjehen në këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garantonte rezultatin me 0 gola pra të psum. Është një mbrojtje e cila ka humbur orientimin. Morën goditje në 2-3 situatat të cilat profesionalisht ishin të evitueshme. Sigurisht nëse Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rikonstruksion i skuadrës dhe i grupit. Sigurisht që ka lojtarë që ndoshta e kanë marru ciklin e tyre të Vllaznia. Sigurisht duhet me ndërtu një strategji të qartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit ndeshja fundit dhe mas ndeshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithëve. Gjithë duhet me marrë përgjithësitë, siç marrin përgjithësitë gjithë për fitoret që arrihen, për suksesin që arrihen. Sigurisht përgjithësitë janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithsekush është para përgjithësive, duke marrë përgjithësitë, sigurisht që ne do bëna më të suksesshëm. Po nëse e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë probleme ullëtarme.